Zonja Lala, cilat janë dua të rri larg politikë. dosjet më të bujshme që po hetohen dhe priten të kenë rezultat në vitin 2026. Ç'ke dëgjuar ti tani nga informata? Tani askush nuk të jep përgjigje me siguri se çfarë pritet të ndodhë në 2026, se mund të ndodhë edhe në 2025, në? Kemi edhe 2 ditë të tjera, kështu që asnjëherë nuk i dihet. Megjithatë, një ndër çështjet se për shembull në Krishtlindje Krishtin e lë të lindoj. Po, gjykata në datën 26. Ta kishin lënë Krishtin të lindte. Në datën 25, gjykata e posaçme mori vendim për kontrolle. Po mirë. Pra drejtësia, prandaj ne thotë që Krishti, ditën e Krishti lejohet të lindë dhe pastaj vete por drejtësia funksionon me ca ingranazhe të tjera, prandaj shpesh përplasemi ne në studio, se ne shikojmë ndryshe gjën nga që shikon drejtësia. Shikon ndryshe nga Krishti, thua si, po. Patjetër. Kështu që në lidhje me pyetjen tuaj, po çështja me Goni Gall është një çështje shumë e rëndësishme dhe mendoj një test shumë i fuqishëm për prokurorinë e posaçme. Tani edhe me ndryshimin e leadershipit të prokurorisë posaçme, ne kemi një drejtues të ri, zotin Braho. Ajo është një çështje e cila patjetër implikon deri te kryeministri i vendit dhe është prioritare në prokurorinë e posaçme dhe nisur nga disa zhvillime të reja. Për faktin se ka një amendament të Kongresit, ka gjithashtu një rikthim të ekspertëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës në SPAC edhe të partnerëve kryesisht të Britanisë së Madhe, por edhe të vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë aspekt unë shikoj si një nga çështjet prioritare që ka për 2026-ën prokuroria e posaçme. Abuzimi me fondet e Bashkimit Evropian është po ashtu një çështje e cila kohët e fundit janë intensifikuar hetimet në lidhje me të. Ka pasur disa shkëmbime informacione me vende të ndryshme, ka patur sekuestrime dokumentash, janë disa tendera që kanë të bëjnë kryesisht me rrugët, pra zgjatimi dosjes Balluku me rrugët, por po ashtu edhe me koncesionet në shëndetësi, është koncesioni i laboratorëve, është koncesioni i check-upit që pritet të ketë një përfundim, sepse janë çështje që zgjasin prej të paktën 3 vitesh, shkëndijat që mund të kemi edhe një thirrje të kryeministit të vendit janë dhënë në fakt pra për të marrjen pyetje si person deni janë dhënë që tek dosja Balluku, po ta shikosh me kujdes, në një nga bisedat që zonja Balluku bën me varësin e saj, ish varësin e saj tashmë Evis Berberi, aty një moment përmend kryeministrin dhe thotë që kisha porosi nga kryeministri për takuar biznesmenin Ram Geci. Tani unë si gazetare dhe që normalisht duhet ta kritikoj aty ku duhet SPAC-un. A duhet SPAC në këtë rast ta thras kryeministrin dhe t'i kërkoj llogari ose t'i kërkoj shpjegime se përse orientoi zëvendës kryeministre dhe ministri i infrastrukturës për të pritur një biznesmen caktuar, sepse nëse një biznesmen ka probleme, aty nuk thuhet asgjë më shumë, pra nuk dihet. Po nuk ka të drejtë zëvendës kryeministre të pres biznesmen? Patjetër që ka drejtë, po jo orientuar. Ka një përgjim tjetër, më falë që ndërpres, ka një përgjim tjetër te dosja e Ballukut, ku Balluku sot i thot Berberit, shiko, takova një biznesmen i cili më tha që ka mbyllur me Ramën në lidhje me një tender. E ka mbylli, ka thënë Rama që do ta marrësh ti. Dhe i thot Berberi i thot i kërkon llogari kjo se kjo nuk di gjë. I thot, është e vërtet kjo? Ai thot, po thot, është e vërtet, ishte një tender i madh e ndam në disa pjesë. Dakor, po tregon ku përmendet Edi Rama, emri Edi Ramës, ku Belinda Balluku thot që ai e ka mbyllur me Edi Ramën. Tani ka të drejtë Edi Rama të takojë biznesmen. Po tani ti po bën avokatin, tu ke drejti. Thjesht po të japi shembull tjetër që tregon. Po unë po i bëj një pyetje shumë të thjeshtë asaj. A ka të drejtë zëvendës kryeministri të takojë një biznesmen? Po. Dhe a ka të drejtë kryeministri ti thotë ministrit të sektorit po, ka disa rregulla. Të pritet filanin se ka këtë problem. Ka disa rregulla. Nëse kapet, nëse kapet me një gjë. Kjo përmendet brenda një konteksti. Përmendet brenda një konteksti ku tenderi është fituar pikërisht nga ai. Nuk ka asgjë të ndaluar për takuar zëvendës kryeministri apo ministri i infrastrukturës biznesmen, por ka një gjë. E para ka disa rregulla të përcaktuara qartë etike. Nuk duhet të ketë lidhje me tendrat. Pra ajo bisedë është përdorur në kontekstin e një hetimi penal që ka të bëjë për abuzime me tenderat. Dhe prandaj kjo bisedë merr vlerë dhe prandaj mendoj që Rama duhet pyetur dhe pra kryeministri i vendit duhet pyetur dhe duhet jap shpjegime. Se patjetër që mund për zhvillim të vendit e tjera me radhë pa diskutim për projekte të ndryshme mund të ketë takime, por në çfarë konteksti takohet dhe cila është biseda që zhvillohet? Se nëse një biznesmen takohet me porositë kryeministrit, me zëvendës kryeministre, ndaj biznesmeni nesër është paracaktuar 1, 2, 3, 5 tendera për ta marrë, kjo nuk është më qeverisje. Po flasim për këtë. Kur kap me pras në dorë është tjetër çështje. Kjo bisedë është përdorur në konotacionin e një hetimi penal, çka do thotë prandaj në këndvështrimin tim mendoj që të nesërmen kryeministri duhet pyetur. Pastaj a ka dosje të tjera?
Dëgjoj, zoti Rakipi, dosja Balluku nuk do të ekzistonte nëse nuk do të ishte harruar Evis Berberi 4 celular aty në shtëpi që u zbërthyen. 4 celular të zbërthyer. Po imagjinoni sa celular janë sekuestruar në 34 kontrollet e fundit. Po aty mund të dalë, nuk e di, ndoshta gjysma e oligarkisë së vendit, sepse janë kontrolluar biznesmenët më të rëndësishëm në vend. Çka do të thotë, kanë pasur kontakte me njerëz politikës, me njerëz të biznesit e tjera me radhë. Dhe ka shumë dosje që kanë të bëjnë me krimin organizuar, po duke qenë se sot u ndalën kryesisht e politika, këto janë çështjet më të rëndësishme që patjetër unë e shikoj 2026-ën minimalisht me kryeministrin të thirrur në prokurori, të paktën si person në dieni. Janë disa kulla të cilat janë në nënhetim, Mali i Tiranës për shembull është në nënhetim, dhe po ndiqet origjina e parave. Mali i Tiranës o dhe? Po Mali i Tiranës, pra jo kulla që po ndërtohet tek ish gropa Ajdin Sejdis. Jam shumë e qartë në atë çfarë po them, se pra zoti Shtufi është njëri nga investitorët, në mos gabohem. Dhe për shkak edhe të kontrollit është duke u kontrolluar dhe origjina e pasurisë. Aty pastaj mund të dalin gjëra të tjera të cilat mbeten gjithsesi në vazhdin e hetimit. Pra këto mendoni ju, dhe çdo dalin tjetër nga spontaniteti dhe nga zhvillimet, po dhe nga hapja e dosjeve dhe gjitha mund të përbejnë. Pra 2026 do të jetë një vit mjaft i ngarkuar jeni duke. Mendoj po. Po aq intensiv sa 2025. Po aq intensiv sa 2025. Sipas meje. Faleminderit. Atëre kush nga ju do të më thotë se me që hapi Klodia, mendoni se me hetimet e fundit Rama është vërtet i rrezikuar. Si shini pozitat e ti sot, son dy politikanët në fillim? Vazhdon me politikanët të regjia, jo me mua. Absolutisht është Me Agronin, vazhdon. Absolutisht është i rrezikuar, nuk ka asnjë dyshim, sepse qartësisht dhe ajo që përmendi Klodi në përgjimet ku janë hetuar, sidomos është hetuar Belinda Balluku, del shprejmisht emri Edi Ramës, ku në rastin e tunelit Llogaras, vetë ajo thot që prit të marrë leje nga ai, dhe përdor një fjalë të ndyrë, i cili guxon dhe më kërcënon në telefon. Praktikisht i vetmi shef që ajo ka është kryeministri. Por aty nuk përmendet me emër, po pastaj përmendet me emër kur ajo shprejmisht flet me Berberin dhe i thot Berberit atë që sapo shpjegova më parë, ku i thot shiko se më tha takova një biznesmen i cili më tha që ka mbyllur me Ramën për një tender. Si është kjo punë? Është e vërtet? Dhe ai thot po, është e vërtet, sepse siç thash, kishim një tender shumë të madh, e ndam në disa pjesë që ti thot shprejmisht. Po, dhe ajo ishte pjesa, një nga pjesët majme ka qenë ajo. Ti kënaqnim të gjithë. Unë pyeta ishte një kompani në Lushnjë, më duket. Pastaj, nuk e di, thjesht ajo që është e rëndësishme është cila është përfshirja e Edi Ramës.